Nuk e di ku po mshetet Albini, apo ku është, ose çfarë planesh po bën. Po s'është problema Albin masi po don me tërheq ose me udhëheq me krejt qeverinë. Nuk e ki problem ti me rritë edhe digasteret ministror, sepse herën e kaluar, nga 13 ministri, i ki bon 19 ministri. Dhe tash nëse po do me gjetë partner, dhe s'po mundesh me i sistemu ata militantët e tu që nuk të lëshojnë për digasteret ministrore, sepse dikon dhe e ki pos njerëz i ki aty në kuvend që i ki detyru me gjujt me zoll kuvendin e Kosovës, ndërsa sot ja ki një deputet në kuvendin e Kosovës, disa e kishti me vjedh në emën tonin, disa krejt ato krime që i keni bo energetike, i ki bo ti, mosha ka qenë vet Albin Kurti, ndërsa të tjerët kanë qenë eksponent të cilët sot as nuk po munden me gjuku, për shkak se zoti Kurti nuk po lejon. Bën e morë edhe 25 ministri, e dojë me partnerët që po don, po mos e bloko vendin. Hajde në seancë, konstituo kuvendin, formo qeveri, zgjedh edhe presidentin, sepse shteti nuk ta fal, qytetarët nuk ta falin dhe me një fjalë të fundit, nuk jem mbi shtetin zoti Kurti, nuk jem mbi kushtetutën zoti Kurti. Për këtë do të përgjigjesh një ditë dhe atëherë fundi do të jetë i tmerrshëm.